se çështja e zgjedhjeve të prillit, jeni shumë pak njerëz që e njeni shumë mirë zotin Kurti dhe mundi me kuptu strategjinë e tina, e përmendet që 3 herë zgjedhjet e prillit. Ardan, po shkojmë drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme të prillit? Po kandidimi i Vjosa Osmanit na çon në zgjedhje. Se po thu kështu? Po sepse ndëgjoni një prej argumenteve pse zoti Kurti i ka marrë vot LDK-s ka qenë se e ka bind popullin që LDK-ja ka qenë ajo që e ka blloku formimin e institucioneve. E tash e përdor të njëjtin trek. Pse me ndru formacionin fitues? Formacioni fitues o kë? Unë po propozoj, këta s'po votojnë. Nuk po mirët me çka po propozon. Sepse prezidenti i kësaj republike duhet më konë një dikush konsensual, një dikush që e përfaqëson krejt popullin. Edhe ata 42 deputet, 3 shqiptar tjerë që nuk i kanë votuar popullin edhe ata. Një pyetje. Edhe në aspekt pak personal, edhe në aspektin e bashkëpunimit me zotin Kurti. A beson se pikërisht rikthimi për herë të dytë i 51%, që të mazi bllokate 6 mujore. Është i pamjaftueshëm 51%, bre. Po na nuk kemi pushkuar më shumë se tim vizor. S'keni parë gjë akoma. Dardan. Nuk e di, unë thom a le të jep prognozë mbastore se sa për zhvillime